Muzeu paraqet pasuri të madhe objektesh historike që pasqyrojnë kulturën, traditën dhe mënyrën e jetesës së shqiptarëve ndër vite. Në sallën e tij mund të shihen veshjet popullore nga trevat e ndryshme, vegla të lashta pune, armët të periudhave historike. Sipas përfaqësuesve të institucionit, muzeu vizitohet më së shumti nga shqiptarët që jetojnë jashtë territorit shqiptar, kryesisht nga vendet e Europës, Amerika e Veriut dhe Kanadaja. Ata shprehin kurreshti dhe krenari për trashëgiminë që ruhet me kujdes brenda mureve të muzeut. Muzeu Etnografik i Lirës përmban rreth 380 objekte dhe ka një pavion të vetëm i cili përfshin pjesën e armëve, pastaj përfshin pjesën e objekteve të jetesës përditshme dhe në fund kemi pjesën e vajzave të reja që ekspozon kostumin e vajzave të reja dhe pjesa mesit ekspozon kryesisht zbukurimet që kanë bërë vajzat e reja, por jo vetëm, edhe vajzat me një moshë. Përpos 2 shpatave dhe 3 gjyleve që janë në mesjet pa periudhën e Skënderbeut, siç e quajmë ne shqiptarët, objektet e tjera janë përgjithsisht shekullit 18, 19 dhe më së pakti shekullin 20. Pra jemi një periudhë pas ushtimit otoman dhe pasi Perëndia otomane kishte komplet në kontroll territorin shqiptar. Përgjithsisht muzeun, kryesisht edhe vitet e fundit, janë shqiptarët që jetojnë jashtë territoreve shqiptare, pra kryesisht nga Europa, Amerika Veriore dhe Kanadaja, përgjithsisht këto, në themi. Ka edhe një rritje në zonësve të shkollave dhe kryesisht universiteteve, por gjithmonë në momentin që drejtohen nga mësuesit, përndryshe nuk është se kanë ndonjë interes vetvetiu. Kanë filluar së fundmi këtë verë të paraqiten edhe nga Amerika Latine, që është një risi, sepse deri tani nuk kemi patur nga Amerika Latine. Kanë filluar të vinë grupe nga Amerika Latine, kryesisht Uruguay, Argentina, më pak Brazili. Ja, për shembull, kemi një shembull ideal se që janë hajmalitës e medaljonat, e këtu thot shekull 19, sepse këto që ne zotrojmë janë kryesisht të shekull 19, kryesisht janë të bëra nga materiale të përzira, sepse kemi edhe gur të çmuar, kemi edhe argjend, kemi raste të caktuara dhe bronz. Këto objekte kanë shërbyer kryesisht janë vendosur nga gratë, më së shumti nga vajzat e reja, kanë shërbyer për të mbrojtur nga syri i keq, një tradit, një idiom që vjetër në fakt në kulturën, origjinën e ka nga Persia vjetër, Irani i sodum, në kontakt pastaj me sektin Bektashit, që ne njohim sepse ka dhe kryeqendër mbretërore në Shqipëri, ato vinë në territorin tonë, to kanë një veçanti sepse hapen, dhe forma është shumë e bukur, sepse janë trekanësh, pothuajse në të shumtën e rasteve është formë trekanësh, hapen dhe brenda vendoset krip ose shkruhen ajete, vargje kuranore në gjuhën osmane në këtë rast specifik. Është një gjuhë e vdekur praktikisht sikurse gjuha latine, por është një gjuhë e cila shërben të përmbajtjen nga djalli, nga zyri i keq perceptohet si një totem. Totem është ideja që ta shruash jo në nivel perëndie, por në nivel më të ulët, është ideja për të mbrojtur. Dhe zyri i keq përgjithsisht, po ti pyesësh njerëzit nuk kanë një ditë të qartë se çfarë është, por ishte thjesht ideja për të mbrojtur dhe simbolizon të keqen, djallin, luftën kundrejt keqes, sepse ishte ideja nëse një vajzë ishte e re dhe e bukur. Pse jo dhe djalli mbroj nga zyri i keq? Ideja që të mbrojnë nga të shikime dhe shakeqe që vinin kundrejt tyre, dhe sigurisht që ky është një mjet shumë efikas për botë kuptimin e asoj kohe për mbrojtjen kundrejt tyre fuqive të errta që synonin për t'i dëmtuar në momente të caktuara, siç mund të ishte një martesë, nuk e di, një festë, një ditëlindje, një rast të caktuar kur bante ndoshta një vizitë tek të afërmit ose kur mund të shkonte te kishë ose në xhami për sjelljet besimit fitar. Është kulturë shumë e përhapur popullore në territoret shqipfolse, në fakt, por jo vetëm tek ne. Ma origjinën duhet me kërku thellë tek Persia vjetër, sepse ato kishin dijen e mbrojtjes nga syri i keq. Por tek ne nuk vjen në këtë lloj kuptimi, vjen për shkak të bektashkizmit, dhe prandaj tani kanë një rënë të fortë edhe në territorin shqiptar, sepse e dim tarikati Bektashi duket sikur vjen në territorin tonë shumë mundësi rreth shekullit, të paktën rreth shekullit 14 gjendet në territorin shqipfolse. Prandaj kanë jemi duke fol minimumi 7 shekuj histori të këtij medaljoni, këtij objekti, kësaj amali, si të dua mund të quajmë, e cila ka detyrë me na mbrojt nga keqja. Sa na ka mbrojt pastaj gjatë historisë, është diçka tjetër, nuk na ka mbrojt fort shumë, por ideja është që është përdorur kryesisht nga gratë. Çfarë shtyu të zgjidhni profesionin e arkeologut? Më ka qenë një faqe libri në klasë të 6, dhe ishte një fragment aty ku fliste për arkeologjinë, dhe gjithë klasa kaluan, vetëm që pyeta zyshën çfarë është arkeologjia, po më dha një përgjigje shumë shablon, shumë të thjeshtë.
le të themi nuk më kënaqet, pastaj fillova më kërku dhe brenda javë kam thënë shokut të ngushtë që e kam mësuar. Atë ishte thjesht një shok klase që du më bërë arkeolog dhe më kujtoj se më tha me shumë seriozitet, por më vjen më qesh se më ndaj shumë budall, thotë që du më bërë arkeolog, se din çfarë është. Pastaj fillova më pa dokumentar, por kjo ka qenë indicia, një faqe libri që e ruaj prapë edhe librin edhe faqen. Shikoj, është ëndra e jetës që kam pas edhe në fakoptimi e kam realizu. Okej, nuk është gjithmonë sikur e imagjinon, por le të themi që jam i kënaqur me kaq sa kam arrit, po i shpresoj që të arrij edhe më shumë, por derisa jam i kënaqur me sa kam arrit në këtë profesion edhe në këtë pasion jete. Sigurisht, si çdo arkeolog është kalaja, është vendvarrimi ose qyteti i poshtëm i Lezhës, pastaj janë edhe kishat e vjetra, si ajo Kuvendi i Tarbrit, kisha Balldrenit, kisha e Plans, janë disa vende, kisha e Franceskanëve, ose Kuvendi i Franceskanëve, sigurisht janë jo vetëm objekte kulti dhe religjioze, po janë edhe objekte arkeologjike dhe vendbanime dhe site arkeologjike, siç njihen me emrin shkencor. Ndjesia është e bukur për një farë mënyre, nuk është vetëm çështje ndjesia, është çështje se ju jep diçka brezave të rinj, edhe të rinj në sensin jo që i mosha, por të rinj që nuk kanë shumë njohuri për temat historike. Është e rëndësishme për me njohë historinë, sepse siç thosh shpesh e famshëm, një popull që sen jetë do ta përsërisë historinë e tij. Që është gati më shumë si një mision se sa çështje emocionale momentale. Se emocionet si çdo njeri i përfitojnë edhe në forma të tjera. Do të më përmirësoj shumë, për shembull licencimi, është një problem madhor sepse të licencuar do të kesh gradën doktor shkencave, që është një gradë shumë e lartë që jo të gjitha arrin. Pastaj është fakti që nuk ka vend në punën në një farë dimensioni që lidhen me formimin që ne realizojmë në universitet për 5 vite. Sigurisht dikush edhe mund të ketë pastaj specializime në shtete të tjera ose edhe brenda Shqipërisë. Problem kryesisht pjesa e punësimit, sigurisht edhe bashkimi, pse janë një shoqat. Zakonisht çdo një vit bëhet një festë, që festa arkeologjike bëhet në Tiranë, por më shumë se festa, që është një event shumë mirë sepse takon kolegë, le të themi ballafaqon gërmimet, ballafaqon fakte të detajshme, por është e rëndësishme të ketë edhe një shoqat, edhe një organizim që i bën arkeologët edhe të drejtat, sigurisht kërkon punë, kërkon edhe angazhim të vetë arkeologëve për të bashkuar njëri tjetrin, cila sigurisht çdo profesion ka, po themi ato zilit, xhelozit, inatet që nuk do të ishin, por ja që janë edhe ekzistojnë edhe në profesionin. Vitet e fundit është vënë re një rritje e vizitave nga nxënësit e shkollave, por këto ndodhen kryesisht kur organizohen nga mësuesit, pasi interesi i tyre individual për vizite kulturore ende mbetet i ulët. Megjithatë, muzeu vazhdon të jetë një qendër e rëndësishme kulturore që tërheq turistë studiues. Megjithatë, muzeu vazhdon të jetë një qendër e rëndësishme kulturore që tërheq turistë, studiues dhe bashkëadhetar që duan të njohin më nga afër historinë dhe identitetin shqiptar.